Ibrahimi alisatu wassalam e mori gruan e tij Haxherin edhe djalin e tij Ismailin, e që pas 99 viteve Allah i afali këtë djalë, e dështe shumë. Mirë po Allahu xhallahu ala urdhëroi që ta merr gruan e tij Haxherin, pra dhe Ismailin, dhe ta dërgon në një vend ghairi dhi zara, në një tokë jo pjellore. Andaj në momentin kur Ibrahimi e la gruan e tij Haxherin bashkë me djalin e saj dhe mori që të kthehet përsëri në Egjipt apo në Palestinë, shkon gruaja e tij Haxheria pe pas dhe thotë: "O Ibrahim, ku je duke na lanë? Ku je duke na lanë në këtë vend, tokë jo pjellore, male, kodra, gurë?" Ibrahimi nuk i përgjigjeshte, derisa në një moment Haxheria, zemra të cilës ishte e mbushur plot me iman, aq sa ajo është e mbushur toka e Mekës me ujë Zemzemi, radhiyallahu ta'ala anhu wardaha, i tha: "O Ibrahim, a është dëshira yte, a është mendimi yt që për të na lënë në këtë vend, apo është urdhër prej Allahut?" Ja Allah, Allah shumë e madh, Allah. Kimi frikë Zotin e madh xhelalu. Valla ka ardhur koha Allah na zbutën zemra pashallah. Jo vetëm se dëgjoj ligjërata dhe harroj ligjëratat pas përfundimit të takimeve, dëgjoj ligjërata, ktheu përsëri rrjeteve sociale, çdo fjali e devalvon fjalin tjetër, e harron fjalin, çdo lajm e harron lajmin që kaloi kështu me radhë, lajmet e Allahut nuk harrohen. Amma yatasaalun anin naba'il azim, do të Allah për çka pyesin njerëzit? Për çka polemizojnë, për çka analizojnë, për lajmin e madh apo për lajmet e dunjas? U vra, erdhi tjetri, filan partia, tash të vinë zgjedhjet, më thajtë, tash të vjen ajo, të shkon ajo, të vjen ajo tjetra kështu me radhë. O vllazërit e mi, shqetësimi më i madh i zemrës do të jetë shqetësimi i lajmit të madh, që është dita kur ta takojmë Allahun subhane.